Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të pasdites dhe tani radhën e ka i ftuari i ditës apo personaliteti për ditën e sotme dhe tema për të cilën do të flasim. Sot do të flasim për suksese, për të arritura, do të kemi nderin që në studion tonë të kemi një vajzë, e cila është shpallur si studentja e gjeneratës në Fakultetin Juridik në Universitetin e Europës Juglindore për të folur për sukseset e saj, të arriturat, sfidat dhe njëkohësisht për atë se çfarë e pret në të ardhmen. Është nder që në emisionin tonë të kemi Xhevrie Latifi. Përshëndetje Xhevrie dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Fillimisht faleminderit për ftesën dhe mundësinë e dhënë. Është kënaqësia ime që sot jem pjesë e emisionit tuaj. Faleminderit shumë që na ke nderuar. Ne fillimisht të përgëzojmë për çmimin të cilin ti e ke marrë, duke uruar dhe shpresuar që suksese të tilla të kesh edhe në të ardhmen. Faleminderit shumë që na ke nderuar. Faleminderit për jush. Atëherë fillimisht Xhevrie, çfarë do të thotë për ty që të shpallesh studente e gjeneratës në Fakultetin Juridik në UEL? Atëherë, fillimisht, sa i përket shpalljes apo zgjedhjes si studentja më e dalluar e Fakultetit Juridik, fillimisht do të kisha thënë që falënderimi më i rëndësishëm i takon vetëm Zotit, ai i cili më mundsoi që të arri në këtë ditë, të arri këtë qëllim dhe këtë ëndër që ja kam venduar vetes dhe pastaj natyrisht që edhe puna konsistente e imja. Të zgjidhesha si studentja më e dalluar e Fakultetit Juridik, për mua natyrisht që ka qenë momenti më i bukur i jetës. Ka qenë sepse unë mendoj që kjo është një vlerësim i tërë për kushtimit, punës së palodhur, sfidave, netëve pa gjumë dhe gjithë atij përqendrimit për të dhënë më të mirën nga vetvetja. Unë mendoj se kjo është një dëshmi që dija që puna dhe dashuria për dijen në fakt shpërblehen. Për mua ka qenë një emocion shumë i veçantë, sepse kam ndjerë sikurse këto 4 vite të studimit që i kam kaluar në fakt kam lënë një gjurmë të vogël, të paktën për veten personalisht. Mirë po, nuk dua të harroj të cek edhe faktin që tani po ndihem më përgjegjëse se kur për të mbatur këtë ndoshta nëse mund të them titull, sepse ndjej sikur duhet të jem shembull për studentët e tjerë dhe ndjej sikur duhet gjithmonë ta ruaj këtë etikën dhe këtë përkushtimin ndaj profesionalizmit në të ardhmen, ashtu siç ka qenë përkushtimi ndaj studimeve deri më sot. Sigurisht. Po megjithatë, cilat kanë qenë sfidat më të mëdha me cilat je ballafaqjuar si studente dhe si ke tejkaluar ato? Atëherë, sikurse çdo lëmi, sikurse çdo fushë, sikurse çdo drejtim, sikurse çdo punë të cilën ne dëshirojmë që ta përfundojmë me një sukses të caktuar që ka sfidat e veta, natyrisht që edhe unë gjatë këtyre viteve të studimit kam pasur sfida. Do të kisha thënë që një ndër sfidat kryesore ka qenë menaxhimi i kohës. Për shkak të ngarkesës që kërkon juridiku, studimet e juridikut, sepse realisht lënda është kërkuese. Do me thënë kërkon që të lexosh shumë, mirë po leximi të jetë me një analizë dhe me një përkushtim serioz. Natyrisht që ka pasur edhe momente kur kam qenë mbi ngarkuar, shumë e stresuar, mirë po me kalimin e kohës kam mësuar që të organizoj më mirë ditën time, t'i vendoj prioritetet dhe të qëndroj kështu e përkushtuar. Dhe në momentet më të vështira e kam kujtuar vetes që ky në fakt është drejtimi që e kam zgjedhur me zemër dhe ky në fakt është drejtimi që e kam zgjedhur me dëshirë dhe kjo në një farë mënyrë ka qenë një motivim dhe një forcë që unë të vazhdoj më përpara, t'i tejkaloj pengesat apo sfidat dhe të mos dorëzohem në asnjë moment. Por çfarë në fakt, çfarë mendoni ju se çfarë ju ka dalluar apo veçuar juve nga studentët e tjerë që jeni studentë e dalluar në këtë rrugtim akademik? Sa i përket veçantisë, nuk do të kisha thënë që ajo që më ka dalluar ka qenë ndonjë aftësi apo ndonjë talent më i madh që kam pasur unë në krahasim apo në dallim me studentët e tjerë. Unë do të kisha thënë se ajo që më ka veçuar mua, besoj që ka qenë përkushtimi dhe serioziteti me të cilin unë i kam marrë studimet, sepse kam qenë e disiplinuar, kam qenë e përkushtuar, kam qenë e qëndrueshme, kam dashur, do me thënë, gjithmonë lëndët t'i studioj në thellësi që të mundem të jem bazë pastaj ato për zhvillimin profesional timin në të ardhmen. Pra, kryesisht mendoj që këmbëngulja, përkushtimi dhe qëndrueshmëria
të cilat ndoshta janë edhe pjesë e karakterit tim, më kanë bërë që të dalloj në mënyrën time nga studentë të tjerë. Shumë e bukur kjo pjesë, në mënyrën time të dalloj. Megjithatë, si ka qenë jeta studentore për ty? Është faza më e bukur për çdo të ri, në fakt, janë studimet. Si ka qenë për ty? Mund të na përshkruash? E vërtet, realisht, jeta studentore. Tani me përfundimin e këtyre 4 viteve dhe me përfundimin e këtij cikli, me plot kuptimin e fjalës mund të them që studimet kanë qenë kapitulli më i bukur i jetës për mua. Ka qenë jeta studentore e përmbushur edhe me sfida, edhe me kënaqësi. Ka qenë faza ku unë kam mësuar të organizoj më mirë vetveten, të përballem me detyrimet, më ka mësuar që të balancoj këtë jetën studentore me jetën jashtë studimeve. Mirë po, një gjë të cilën nuk dua ta harroj ta cek është fakti që kam krijuar miqësi të reja, kam krijuar kolegë të rinj, kam kaluar momente shumë të bukura me ta. Dhe padyshim që për mua jeta studentore është dhe do të ngjelet gjithmonë si pjesë shumë e rëndësishme, edhe për faktin se jam rritur si njeri dhe në fakt më ka përgatitur për sfidat që do të më presin tani më në të ardhmen. Gjevria, unë dua të flasim pak edhe për gjykimin e simuluar. Të flasim pak për të dhe me çfarë sfidash u ballafaquat në gjykimin e simuluar dhe si i menaxhuat ato. Të flasim pak edhe se çfarë paraqet ky gjykim, kjo përvojë juaja. Atëherë, sa i përket gjykimeve të simuluara, këto gjykime të simuluara kanë qenë ndërrajonale, do me thënë pjesëmarrëse kanë qenë universitete nga Republika e Shqipërisë, kryesisht sepse atje është organizuar dhe atje është realizuar e njëjta, universitete nga Republika e Kosovës dhe universitete nga Republika e Maqedonisë së Veriut. Në këto gjykime të simuluara kam qenë pjesëmarrëse unë bashkë me 2 kolegë të tjerë të fakultetit juridik, të cilët ne kemi përfaqësuar dhe prezantuar, domethënë, Universitetin e Evropës Juglindore. Këto gjykime të simuluara mund të them që kanë qenë një sfidë në vetvete, sepse kërkonin përveç dijes teorike, kërkonin edhe atë guximin apo të folurit bindshëm para publikut, atë mënyrën për të argumentuar me logjik edhe nën presion, mirë po megjithatë bashkëpunimi me kolegët mendoj që ja kemi dalë me sukses. Po, për cilët kanë qenë sfidat që jeni ballafaquar në këtë rrugëtim të gjykimit të simuluar, më qenë se e përmendet pak. Me qenë se, do me thënë, i gjithë ky proces ishte një sfidë në vetvete, sepse është dashur që ne të analizojmë ligje konkrete në thellësi, është dashur që të analizojmë praktika gjyqësore, jurisprudencë ndërkombëtare, dhe një ndër sfidat kryesore mendoj që ka qenë ai menaxhimi i kohës për të arritur gjitha këto, si dhe ndarja e roleve mes nesh. Kur jemi te rolet, ju çfarë roli personalisht keni pasur dhe si e përgatitet këtë rol? Atëherë, neve kemi qenë sikur mund të themi një person i vetëm dhe kemi pasur raste të ndryshme, ku në raste të ndryshme kemi pasur edhe role të ndryshme, që do të thotë se në ndonjë rast ne kemi qenë shembull mbrojtja, në ndonjë rast kemi qenë prokuroria, e kështu me radhë. Dhe kjo mendoj që na ka ndihmuar që të hymë më thellë, ndoshta në atë mentalitetin shembull të një avokate ose të një prokurori, dhe të kuptosh më shumë nga kjo pjesë, gjë të cilën ndoshta ne në fakultetet juridike edhe nuk e kemi, sepse e kemi më shumë të theksuar atë pjesën teorike, do thoja. Mirë po, kjo përvojë mua më ka rritur si profesionalisht, mendoj ashtu edhe si person. Pikërisht këtu e kisha edhe pyetjen e radhës, pra si ka ndikuar kjo përvojë në zhvillimin tuaj profesional dhe personal? Në aspektin profesional do të kisha thënë që kjo përvojë ishte ajo e cila më ka bindur që në fakt unë dua të jem pjesë e sistemit të drejtësisë dhe më ka ndihmuar që të mbroj, të shtjelloj shembull një çështje me bindje, si dhe të jem shumë e kujdesshme ndaj detajeve. Ndërsa sa i përket aspektit tjetër, atij personal, mendoj që më ka ndihmuar të zhvilloj atë pjesën e bashkëpunimit, të zhvilloj atë pjesën e të respektuarit të mendimeve të tjerëve, sidomos kur je në ekip, gjë e cila është mjaft e rëndësishme. Sa ke pasur Gjevrie përkrahjen familjare gjatë studimeve? Të kanë përkrahur në rrugtimin tënd të cilën e ke zgjedhur? Dhe sidomos gjatë këtyre viteve të studimit.
përkrahja e tyre ka qenë çdo herë dhe e pakusht, do me thënë përkrahje e çfarë do lloji, e sidomos përkrahja emocionale. Do me thënë ata kanë qenë të cilët më kanë dhënë kurajë në momente kur unë kam qenë e pasigurt në vetvete. Unë do të kisha thënë që familja janë ata herojnë tanë të fshet. Do të kisha thënë që familja janë ata herojnë e prapaskenës dhe pa ta, asnjëri prej nesh nuk do të ishte këtu ku jemi sot. Dhe pa ta, pa dyshim që ky rrugtim nuk do të kishte qenë i njëjtë edhe për mua. Dhe për këtë ju jam pafundësisht mirënjohëse. Çfarë bën një student që të jetë i dalluar? Meqense ju e keni marrë këtë titull, këtë çmim, pra cilët janë ato elemente që një student mund të jetë i dalluar? E përmendet pak a shumë në fillim të emisionit që ato karakteristikat e juaja personale, po megjithatë cilët mund të jenë ato elemente? Do të kisha thënë që pyetja se çfarë bën një student të dalluar ose çfarë bën një student të suksesshëm është paksa relative, domethënë nuk mund të kemi një përgjigje absolute. Për mendimin tim personal, elementet kyçe ose ato elementet kryesore të cilat e bën një student të suksesshëm janë vendosshmëria dhe puna e palodhur. Sepse për mua një student i suksesshëm është ai i cili nuk dorëzohet para pengesave, ai i cili te kalon pengesat me durim, dhe sepse fundja suksesi është dëshira për të përmirësuar çdo ditë dhe suksesi fundja është dëshira për të arritur gjitha ato qëllimet të cilat një person në fakt ja vendon vetvetes. Ku e shihni veten në të ardhmen? Do të vazhdoni në rrugtimin akademik apo? Në këtë pyetje do të ndalem në dy aspekte, do të kisha thënë. Nëse flasim për një të ardhme të afërt, do të kisha thënë që veten e shoh ende si studente, pra duke vazhduar me studimet master, por natyrisht duke përqafuar edhe çdo mundësi e cila mund të më jepet për ushtrim praktik të profesionit të juristit, për të mësuar kështu dhe për të përballur prej më afër me sfidat të cilat mund t'i ketë një jurist, një profesion si juridiku. Ndërsa sa i përket një të ardhmeje më të largët, shpresoj dhe dëshiroj që veten ta shoh si pjesë e sistemit të drejtësisë, ndoshta si avokate, ndoshta si gjykatëse. Dhe pse jo të jem aktive edhe në jetën akademike për të dhënë kontributin e edukimin juridik. Por do të kisha thënë që mbi të gjitha dua të jem një individ që me sa do pak kontribut të jap një pozitivitet në ndryshimin e shoqërisë. Pse vendosët të studioni juridikun? Pra çfarë ju motivoi në këtë drejtim? Meqense edhe në familjen tuaj keni dhe vllaun jurist, po megjithatë ndoshta ka qenë një shembull për ta ndjekur. Patyshim që nuk mund ta tejkaloj edhe faktin që ka qenë vllau si një model për mua. Pse zgjodha juridikun? Juridikun e zgjodha sepse çdo herë më ka tërhequr ajo ideja për drejtësinë, do të kisha thënë dhe dëshira për të ndihmuar të tjerët. Domethënë çdo herë më ka qëndruar ajo dëshira që të kuptoj se si funksionojnë këto rregulla të cilat neve na udhëheqin. Si funksionojnë këto rregulla të cilat na tregojnë se ne duhet të sillemi në këtë mënyrë ose duhet të veprojmë në këtë mënyrë në këto rrethana të caktuara. Dhe zgjodha juridikun pa marrë parasysh gjitha stereotipeve të cilat mund të ekzistojnë në shoqërinë tonë, qoftë për juridikun, qoftë për juristët, qoftë për sistemin e drejtësisë, sidomos në shtetin tonë. Sepse unë jam me qëndrimin që juridiku si drejtim hap shumë dyer dhe ka shumë mundësi. Dhe mendoj që një ndër çështjet kryesore ku duhet vënë fokusi është tek kualiteti i juristëve dhe jo tek kuantiteti i juristëve. Dhe gjithashtu unë qëndroj me atë mendimin se pse ne të mos jemi pjesë dhe pse ne të mos jemi ai zë që e sjell atë ndryshimin që në fakt gjithë secili prej nesh po e kërkon në çdo sferë, por në këtë rast edhe në drejtësi. Megjithatë profesion me përgjegjësi. Shumë. Do të kisha thënë si edhe shumë profesione të tjera, një mision në vete është edhe. Dhe për juve është mision, besoj. Po, padyshim. Përveç juridikut, cili është pasioni tjetër që ju keni, po të mos ishe një juriste, çfarë do të ishe bërë? Një psikologe, absolutisht. Ke menduar edhe këtë alternativë? Kam domethënë një
pasion të veçantë për leximin e librave psikologjik. Dhe kjo e trashëguar nga vllau. Sigurisht sepse kemi pasur karakteret e njëjta. Ta kemi në emision dhe shpesh kemi folur për tema të cilat kanë të bëjnë me leximin, me juridikun dhe vërtet është shumë i përgatitur. Po, domethënë më pëlqen të qëndroj tek ajo pjesa, të hulumtoj se si funksionon njeriu, si funksionon mendja njerëzore, sepse kjo tani më ndihmon të kuptoj më shumë veten time, por të kuptoj edhe njerëzit rreth meje. Kjo më ndihmon të zgjeroj në një farë mënyrë ato perspektivat të cilat unë mund t'i aplikoj në jetën time e të cilat do t'a bëjnë në fakt më të lehtë të njëjtën. Megjithatë, kur jemi tek leximi, sa mendon që të rinjët lexojnë sot? Apo teknologjia e ka bërë të veten edhe është reduktuar numri lexuesve? Do të kisha thënë që potencial ka shumë, mirë po çdo herë ka vend për përmirësim. Një gjë të tillë ne vërejmë edhe në panajire të cilat organizohen çdo vit, ku interesimi dhe numri bie. Fatkeqësisht, siç edhe e cekët ju, tani më leximi tradicional po zëvendësohet me një informacion shumë të shpejt online. Dhe unë do të kisha thënë që një ndër çështjet kryesore ku duhet venduar theksi është që të kultivojmë këtë dëshirën apo këtë dashurinë për leximin, sepse aty fillon gjithçka. Dhe unë do të kisha thënë që një gjë e tillë të ngulitet pikësëpari tek moshat më të vogla, tek moshat më të hershme, të krijojnë një disiplinë të tillë, e cila pastaj e njëjta do t'i ndjek gjatë gjithë jetës së tyre. Po megjithatë, cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat përballen të rinjët tanë sot? Cili është vlerësimi juaj, sepse edhe unë do me thënë bëj pjesë në këtë grup, pra unë mendoj që kjo është një pyetje që në fakt shumë e vështirë, sepse ne si të rinj, sidomos në kohën e sotme, po përballemi me shumë sfida. Një ndër sfidat është pasiguria ekonomike, presioni social, në të shumtën e rasteve edhe një mungesë orientimi në profesional. Kjo që përpasoj ka pastaj edhe atë që çdo ditë më shumë poritet, pra largimin e të rinjve nga vendi jonë. Andaj unë sot më shumë se kur mendoj që është nevoja që të mbështeten të rinj, të edukohen të rinj dhe të fuqizohen të njëjtit. Cilat ishte porosia jute për të rinjët që të jenë më aktiv në shoqëri? Atëherë, unë do të kisha përderisa ne si të rinj, mendoj që jemi zëri më i fuqishëm i ndryshimit, do të kisha thënë që aktivizmi, pjesëmarrja në për debate të ndryshme, pjesëmarrja në për organizata jo qeveritare, pjesëmarrja në për organizata studentore, fushata vullnetare, e kështu me radhë, të cilat do të bëjnë që jo vetëm të forcohet karakteri i të rinjve, por do të bëjë që zëri i tyre të dëgjohen. Dhe do të kisha thënë që të mos e presin momentin e duhur, por ta krijojnë vetë atë, të mos e presin mundësinë, por të krijojnë vetë mundësitë. Livria, ishte kënaqësi shumë e madhe që sot ishe pjesë e emisionit tonë. Uroj që në të ardhmen sërish të kemi pjesë të emisioneve për të folur për temat të cilet tangojnë të rinjt dhe për sukseset e tua. Faleminderit shumë që na nderove. Faleminderit, kënaqësia ishte imja. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me të ftuara në ditës së sotme. Ju vazhdoni qëndroni dhe më tutje me programin ton. Do të rikthehemi pas pak në pjesën tjetër të emisionit.